Detajet e një dëshmie disa orëshe në GKKO të bashkëpunëtorit të drejtësisë Erjon Alibej për plumbin e art mund të zbardhë krima të tjera të bujshme në qytetin e Elbasanit. Alibej, edhe pse nuk u pyet, tha në sallën e gjyqit se pas vrasjes së avokatit Ravik Gura më 9 mars 2019, kishte dyshime që qëndronte grupi Suel Qelës, një shumë kërkuar nga SPAK si kreu i një organizate kriminale. Për këtë ai zbardhi një bisedë me Suel Qelën në një kohë kur vet Alibej interesoi për të mësuar kush ja vrau vëllain e Ndritin dhe xhaxhain Arben Dylgjerin në masakrën e Bradasheshit. I thash Suelit që një nga gjuajtësit është ushtar jot, një shkodran që thirrej Nacho. Sueli i shkroi direkt atij. Pastaj në bisedë i thash, po me avokatin Ravikun Çapatët. Më tha i futi hundët shumë tek Maçi, Klodian Çopja. Kam fol shumë aty me Suelin dhe më garantoi se janë Çopjat pas asaj që më ndodhi, thoshte Alibej. SPAK që po heton vrasjen e Ravik Gurës, nuk ka ende persona nën akuzë dhe prej 6 vitesh ngjarja e rënd kriminale është ende pa autor. Është mësuar se deklarata e bashkëpunëtorit të drejtësisë ka dhënë indicje dhe ka vënë në lëvizje SPAK për të shplyrosur dosjen e bujshme, që krahas dëshmisë të sigurojë edhe prova të tjera për të gjetur urdhëruesit dhe ekzekutorët. Bisedet e protagonistëve në Sky ICC mund të jenë një minier për të gjetur informacione dhe sipas burimeve, edhe aty po shikohet për detajet e ekzekutimit me një plumb në kokë të avokatit Ravik Gura. Por dëshmia Erjon Alibej të njëjtën ngriti pikpyetje të forta mbi shkelet e kryera nga policia e shtetit në atë kohë, kur Elbasani u përgjak nga vrasjet. Në kohën kur ju vra vëllai dhe xhaxhai Erjon Alibej, që njihet me njofkën Krymi, ndodhej në kërkim për plagosjen e Xhoni Rustës. Ai rrëfen se policia e gjeti në vendin e ngjarjes ku ndodhi masakra në Bradashesh dhe nuk i vuri prangat, por jo vetëm kaq, i ofruan marrëveshje që të dëshmonte për çfarë dinte dhe nuk do e arrestonin, ndërsa flet jo për efektiv të zakonshëm, por me emra drejtuesish të lartë. Ditën që do të përcillja familjarët në banesën e fundit, drejtori në Elbasan ishte Altin Qato, Niko Brahima ishte drejtuesi i departamentit për krimet e rënda. Unë isha në kërkim dhe më vinë disa efektiv civil. Më thanë hajde të deklarosh dhe do të lirojmë sërish të jesh afër familjes. Shkova, ishte Qato, Brahima dhe shefi i komisariatit, të cilin e dija që ishte i shitur tek Suel Qela. I thash nuk dua këtë këtu, e nxorën jashtë. Më thanë dim që je në kërkim, por na ndihmo me një informacion tek kush dyshon. I thash do ju duket çudi, por mos kanë ngatëruar objektiv, nuk di ku t'ju drejtoj. Siç më dhan fjalën që do të përcillja familjarët në banesën e fundit, më liruan. I thash atij shefit të komisariatit që nxorën jashtë, bën mirë të ikesh nga ky qytet, tha para trupës gjykuese Erjon Alibej. Alibej rrëfen mëtej se kishte mësuar se Altin Qato ishte drejt zbardhjes së masakrës, por e larguan nga aty duke e zëvendësuar me Arjan Muçën në krye të policisë së Elbasanit. I penduari dëshmoi se kishte një burim policor që informonte sa herë kërkonte foto, emra dhe të dhëna për subjekte të ndryshme, por nuk e rrëfeu emrin. Krahas dëshmisë së Alibej, po kërkohen prova të reja dhe se të dhënat që po transkriptohen nga Sky ICC mund të hedhin më tepër dritë.